sprova e vëllezërve dhe motrave tona në Gaza. Ata kanë përjetuar dhe vazhdojnë përjetu, për me është e pashpjegueshme në çfarë do rrafshi. Qysh njëri qëndron çashtu, qysh në njëri çashtu është e pashpjegueshme. Sinqerisht apo. Nuk e di apo. Unë po mendoj ti kishin marrë nështë një 100 studius të islamit apo. Mi fut diku me një vend, pa ju kallzu diçka, mi sprovu që ashtu, nuk e di a kishim arrit këtë çto kuptime mi aktivizuar dhe më thonë që baçadur sonë rriem. Nuk e di apo. Ju këta njerëz të rëndam të njerëz të jeshtë apo. Janë këta studius të islamit. Njerëz muslimanë apo. Edhe këtë botë që kanë kallzuar që çka I bën me sabër. Sa që statistikat e mëdha kallzojnë që në shumë vende në botën perëndimore janë bo musliman, jo me ligjërat, jo me libër, me lajme. E ka pa që çka I ka ndodhur komplet, e kompron këtë sara, stabiliteti I tyne, sakrifica e tyne, me rujt në emën e Zotit, vend e tyne u bë shembull për dikon që me kuptu se për një me që kështu veç dikush I lidh me Zotin e bën, që I Zoti ju ka për një me, se që ky Zoti ju s'na mëson që kështu bën. Andaj, ata janë shku, ose dojnë met, ose vërtet, e që shumë met ata. Ta mund ti një orë mërdu që ashtu është problem apëtën. Jo në vazhdimësi, pa shpresë. Qëfar shpresë e kam për të ardhë me ta? 90% e shkatërume, kejtë. Apo. Veç me largu më beturinet, duhet vite. Veç me largu me punë rafsh, në zero me pru, është këgja punë. Qëfar shpresë e ka I gjallëri, kër e shatë vena, ashtu, thot, ka mu plakun e ka mu marrë, veç tu e këbër Allah, apëtën. Ama s'del. Interesant, rënë që aty. Gaza nuk ka veni shajt. Gaza nuk ka Mekja, me veni shajt e këtu 100.000 se vëmë. Gaza nuk ka veni shajt. Veni shajt në Kutsi, ama Gaza nuk është veni shajt. Njerëzë bën përshtypje. Sakrifice I bën përshtypje.